Shumë bukur, po ti në momentin që thua, unë do kem respekt për ty këtu brenda, edhe më bën këto lojrat. Ore, respekt nuk e di se si e qunë, ti. Të më thash ma fjallën e fundit të parë. Nuk po ta them. Të më sulmosh, të më gënjesh, të më pushesh imazhin. Lori. Unë nuk kam punë me imazhin tanë, zero. Pa e bën. Imazhin ti s'ke mujtë me aprish, as nuk më aprish dot. Ke prish veç veten tane. Unë, se qa bëj me veten ti, qa bëj me njerëz të tjerë këtu brenda shtëpisë, është punë e imja. Unë jam këtu për ta komentuar. Ti se çfarë bën? Unë jam këtu për ta komentuar. Është jeta jote, komentoje, po ku komentoje veç me respekt. Jo, fare. Për ndryshe mos fol më. Mos fol më se ke për të përfunduar. Si vetëm mi, kur unë të shpjegoj nga haja dhe të zhoja, si vajtën punët. Po, nuk i di unë punët më mirë, unë i di punët më mirë, nuk e du. Skenarin tënë, të skenarin tënë. Zero, nuk e du. Jo, unë e mbaj përgjësi, po jo me ty. Unë nuk kam punë me ty, ti s'ke punë me mu, vazhdoj jetën tane, vazhdoj lojën tane, vazhdoj rutimin tane. Me mua, këtu brenda ke patur. Ti patë mundë si të dilje jashtë, unë nuk pata mundë si të dilja jashtë. Dil jashtë dhe hajde prapë. Po s'du. Okej, mos dil, mos u merë me mu. Po s'mja për shti mundë që atë Mos u merë me mu, se po vazhdoj mu marë pasaj, mbeso se dal... Qarë? Më kërcenon tani. Zero. Po më kërcenon tani. Mi qëka du të me 501 shpifje? Jo, zero asë një. Nuk jam të thona si gjatë keqe për vetë asaj që ke boti. Jo, absolutisht. Nuk du me pas punë me ty brenda kësaj loje. Edhe unë me ty. Në momentin që bën atë, unë da komentoj. Unë do ta komentoj. Komentoj me shumë respekt, ose mos u mërë me te. Me atë lojën që bëre ti. Jo, zi, ishe ti parë mbrëm që më erdhe më kërkoje mua llogari. Ishe parë mbrëm ti që më kërkoje mua llogari.